Maska që zhduk rrudhat për 7 ditë. Ja receta. Pas kalimit të 30-ave lëkura humbet elasticitetin e saj dhe përpastoj fillon shfaqja rrudhave të para, gjë që mund të ndodhë edhe para kësaj moshe. Përdorni kremra me përmbajtje bimore që përmbajnë antioksidant, të cilët ngadalsojnë plakjen dhe stimulojnë rritjen e qelizave të reja. Përveç kremrave ju mund të bëni dhe maska me përbërës tërësisht natyral që do t'ju vinë në ndihmë në këto raste. Janë një maskë shumë efektive që redukton dukjen e rrudhave dhe parandalon daljen e rrudhave të tjera. Përbërësit janë 2 lugë mjalt, 3 lugë vaj ulliri, 3 thelpi hudhër. Përzieni të gjithë përbërësit së bashku në blender derisa të formohet një masë e trash homogjene. Gjysmë ore para gjumit aplikojeni maskën. Mbajeni këtë për 30 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Aplikoni krem hidratues. Përsëriteni këtë procedurë çdo 2 ditë.